Iftari është gati. Hajde vakti ka një bismillah, Allah ka boll, kush ka xhiru? Amin inshallah. Hajde bismillah. Këtë Ramazan, faleminderit Zotit, deri tash është i vetmi që s'ka ndodhur asnjëherë kemi qenë më rahat. Interesant që kur i ndëgjoj njerëzit që e kanë një punë shumë ndoshta më të lehtë, kur i tregojmë që na zjarfisat edhe agjerojmë, më një duket çfarë pa kapshme. Sa Ramazana i ka xhiru këtë punë? Po në 27. Iftari është gati. Të nderuar miq, sonte jemi në iftar tek zjarfikësat në Prishtinë. Edhe zjarfikësat agjerojnë, edhe këta falen. Iftar mund edhe mos me hangër, se nëse ka ndonjë lajmërim për ndonjë vend që ka zjarr, zjarfikësat nëse janë në buk, janë gjumë kudo që janë, do të më çu më një herë dhe më shku te vendi. Kështu që përshpresojmë që gjatë kohës së iftarit mos e pas ndonjë thirrje. Falenderojmë edhe sponsorët që baptorën Skenda për ushqimin, Sultan Drinks për pijet edhe fabrikën e llokumit Liri në Prizren për pralinat edhe llokumat. Kështu që edhe pak po presim me ardhë edhe pjesa tjetër e stafit edhe bashkë me ta me hangër iftar. Hajde vakti ka një bismillah, Allah ka boll, kush ka xhiru? Amin inshallah. Hajde bismillah. Unë jam Fahri Abdyli, jam vozit zjarfiks për vitit 99. Do të që 27 vite jemi zjarfiks. 27 vite po. Po, që 27 vite. Në përgjithësi, çysh po kaloni me punë? Pa më parasysh e dim që puna juaj është e ngarkuar edhe ndonjëherë edhe e rrezikshme. Po i kemi disa vështirësi, po kohëve të fundit ka nisë diçka shumë gjëra të rregullohen, në për vendin e vet, edhe mirë, nuk është keq, nuk është keq. A keni pas raste kur ju është rrezikuar jeta? Po raste ka plot. Plot. Ka shumë, janë të shumta. Janë 1-2, po janë të shumta raste që janë. Vetëm një zjarfiks tregon që gjithë ikim prej zjarrit, na do të përballemi me zjarr. Po jemi mësuar tash, nuk s'kem kur çfarë problemi, edhe pse shumë herë kemi rrezikuar dhe jetën, po për neve nuk kemi pas. Po kemi pas dhe lëndime, jo të mëdha, po kemi pas dhe lëndime. Edhe pse kur lëndohemi, sigurim shëndetësor s'kem, rrezikshmëri s'kem, do të me vetë financim. Pra dhe ju si kategoritë e tjera, i keni shumë sa me mangu ju mëngojnë. Po. Ndërka që puna juaj është rrezikshme edhe shumë e rëndësishme për qytetarët. Po, sigurisht që po. Besoj që keni bë ankesa, kërkesa. Kena bë ankesa, kena bë protesta, kena bë të gjitha, po ja, s'kena pas ndihmë kurrë. Jeni agjerueshëm apo? Po, agjerueshëm jem, agjerojmë. Është Ramazani, ky Ramazan tash, pse më men është i vetmi deri tash që asnjëherë s'ka ndodhur me përgatit iftarin apo sefyrin dhe me shku në intervenim. Se ka raste kur boj gati sikur tash edhe më çua. Asnjëherë s'ka ndodhur Ramazane të tjera, bile 2 herë ose 3 herë për përgatit ushqimin me lan tavolinën me shku në intervenim. Këtë Ramazan, faleminderit Zotit, deri tash është i vetmi që s'ka ndodhur asnjëherë kemi qenë më rahat. Pra ka raste kur ose ka pas raste që keni mbet pa iftar pas sefyr sepse raste kanë rënë derisa ne kthy. Po, ka mbaru koha dhe jemi mbet pa iftar ose pas sefyr. Pas sefyr zakonisht na ka rënë më shumë. Më shumë. Po prapë keni agjeruar që është pas sefyr, a? Po, ja, s'ka problem, ja. Sa Ramazana i ka agjeruar këtë si në punë? Po, në 27. Në 27, po. Pa problem, s'kemi problem për atë punë. Sidomos temperaturave ku ka zjarr, sa ne është pak më. Po kur ka temperatura pak e rujmë njëri tjetrin, se na nuk shkojmë veç një person, atë jemi kolegë bashkë. E rujmë njëri tjetrin nga pak. E keni konsideruar? Po, e kemi konsideruar që mos mira veç njërin me punu shumë e tjetrit më pak, po e ndojmë punën kështu së bashku. Unë quhem Beashala, jam udhëheqës skuadre, domethënë udhëheqës i ndrimit. Me përvojë punë jam që 25 vite tash, edhe disa ditë i bëj 25 vite. Domethënë rendita më njëherë mas kolegët Fahriut. Pra pas kemi bëjë stazh në punë. Elhamdulillah, shqyrë që jem gjallë mas. Nga pas lukta deri më tash keni pas kërkesa ndryshme për, domethënë, për tratimin si punëtor, pa mandej pagesa, e përmend edhe kolegu çështja e punëve tjera. Ka pas ndryshime për të mirë? Po, çështja e cegu edhe Faruku, po ka pas, po nuk dëm të thonë që janë kompletuar të gjitha ose jemi të kënaqshëm deri në atë sepse puna jonë ka është e çasoj natyre, se në çdo herë domethënë duhet të ecim me kohën, sepse edhe zhvillimet e teknologjisë po e bojnë rrezikshmërinë më të lartë, domethënë ndaj në aspektin me neve. Edhe kështu që neve na duhet një mbrojtje pak më e sigurt, që ta kryjmë punën
dhe të kthehemi edhe ne te familjet tona mbasi orarit punës. Kjo është qëllimi. A ndodh ndonjëherë që mi boni sekretar punë dhe mos më thirr dikush? Dhe a ka raste ku ju thrasin pra në kuptimin për diçka shumë e vogël ose ju rajnë vetëm shkon tek vendi dhe s'ka kurfar. Intervimit i kemi të natyrës ndryshme, kështu që edhe kisha potencuar si nga kolegu që është e Ramazani, domthon mas disa vite për punë, është që kemi arrit domthon se për e iftar me përfundu, ndoshta pak para iftar, ndoshta mas se fyrit, ka pas në internet, po jo kështu që domthon ka qenë muy më i qetë, edhe është muy bekum. Kështu që i përgëzoj qytetarët për kujdesin që e kanë bën, sepse të gjithë kemi punë me pajisje elektrike, me qoftë edhe me zjarr, domthon natyral që i përdor dikush. Është sezoni i dimit prapë. A keni pasur lëndime në punë herë? Po, kemi pas lëndime, po jo të natyrës tonë, për fat nuk ka pas domthon ai tumëpesi si punë jone. Mirë po, lëndime ka pas, në të natyrës të lehtë, mesme, edhe çdo më mor me trajtim domthon shëtiko dhe kolegu me vetë financim. Me Ramazan mirë? Me Ramazan mirë. Shumica po agjërojnë, Shumica, po shumicën gjithmonë çdo ndërmi kemi shumicën. Mirë po, është interesant që kur i ndëgjoj njerëzit që e kanë një punë shumë ndoshta më të lehtë, kur i tregojmë që na zjarfisat edhe agjerojmë, më një duket diçka e pakapshme. Në realitet, po s'ki agjeru shumë nuk mund ngihesh ujë sa ujë e kërkon trupi pas në intervenimit domthon gjitha temperaturë. Kur jeni agjeru shumë pa ujë. Kur jemi agjeru shumë, do të zoti domthon prapë jemi tetën, po jo në atë mos që më thon. Unë për veti prej që kam hyrë në punë, domethënë që nëse 5 vite ka ndodhur 2 herë me prish. Vetëm 2 herë. Na e rast të kon domethënë që vetëm ka ndodhur më mbu gotë edhe vedia. Ai ka qenë zjarr fushor malor, domethënë mal pisha, gjë që kon e pamundshme pa konsumuar. Puna e ekipit zjarfisa, domethënë kur e pranon ndrimin nuk është vetëm në pritjet në intervenimit apo në incidentit për më intervenuna, na kemi ditën bajgit ngjeshme, sepse kemi detyrat tona, cilat me mëngjes të domethënë pranim detyrën, edhe i kontrollojmë gjitha pajisjet edhe me refresku, domethënë pozicionimin e pajisjeve, mirë po edhe është procedurë standarde të cilën e përdorin çdo shtet. Për arsye që çdo herë duhet të jetë zjarfiksi vigjilent edhe të di në formë përmendsh ku i ka pajisjet edhe secila pajisje ku i vjen për një vend caktuar. Tashti, po sa i kontrollojmë pajisjet, domthon është edhe mirëmbajtja aty në pastërtia aty në rregullimi ose ato që janë dëm të hiqen dëmtunët zaventuar me tia që janë në rregull. Atëherë kena edhe kohën e ligjëratave të cilët na kohët e fundit domthon po kemi edhe vullnet me ripërsërit sepse kemi në frymtej kemi do zjarfisa të ri të cilët kanë ardhur me vullnet mirë. Sepse shteti jonë domthon na ka kriju mundësinë me hop konkurse dhe me pranu zjarfisa të ri, kështu që Prishtina i ka pranuar një 30 zjarfiksa, edhe kemi ka 5 për ndrim, edhe ne edhe i rikujtojmë domthon gjonat për veti, mirë po edhe këta i uzojmë edhe i këshillojmë sepse në bazë teorisë shkon edhe praktika. Ndoshta nuk është e ngjashme, mirë po është bazë për me operu në praktikë. Këtu është marrë një ligjërat, cilat domthon është tema pajisjet e përbashkëta zjarfise. Pajisjet e përbashkëta zjarfisëve janë cilat ato pajisje të cilët i përdorim na domthon të gjithë. Kurse pajisjet personale hyn uniforma, hyn maska, hyn bateria, radiolia e të tjerat. Edhe për pajisjet e përbashkëta domthon shpjegohen cilat janë kategorimi, përdorimi të një mirëmbajtja, kontrolli gjitha këto cilat i potencuar më herët. Edhe dolën domthon ku përdoren këto pajisje, në fikje të zjarreve e në gjana tjera. Domthon zjarfisi në formë gjithmonë duhet të shkollohet ose të marrë informata të reja të cilat edhe plasohen nëpër internet prej shteteve më të zhvilluara, edhe të njoftohemi se me çka kemi të bëjmë. Mundemi me cek sidomos ku të fundit që është zhvilluar teknologjia me vetura të reja apo me këto bateritë që janë litium. Ajo është një sfidë e re për një zjarfisa sepse është sfida më e madhe me çka do të fiken. Me çka do të merremi ne si lamë fikse ose ftuese ndaj tyre. Edhe kemi hasur në vështirësi. Mirë po, ne jemi të përgatitur për pos ujit e kemi edhe një lloj shkume domthon speciale, cila ka dalë tash që ka një efekt mirë. Mirë po, ju ndoshta çdo herë mbartë sasia, mbartë kapaciteti tyne që mund edhe mja dal. Në Prishtinë nuk ka pas ose në Kosovë nuk ka pas shumë raste të tilla, sepse tash janë kriju edhe autobuset, edhe trenat me këto bateria,
sepse për shkak të ndotjes, domethënë, mirë po në anën tjetër, po kemi edhe sfidat më mëdha sepse krijojnë edhe është potenciale me kriju një eksplodim. Gjë që neve mund më na lëndu, ndoshta më na humb edhe jetën. Kështu që çdo herë ne shpjegojmë dhe mundohemi me përmbush ditën edhe njohuritë tona me ripërsërit, ndoshta edhe me fut informata të reja për shkak të mbrojtjes edhe sigurisë tonë edhe qytetarëve. Shpesh dëgjojmë që njerëz ankohen që janë vanuar zjarr fiksat nuk po vi me kohë. Është e vërtetë kjo? Po, këto e hasim shpesh, mirë po ne kisha thënë që qytetarët që zjarr fiksi e bën të pamundshme, domethënë prej marrjes të informatës ne e kemi standard 60 sekonda apo në brenda 1 minutë të delat në mjeti prej garazhave tona me ekipet përkatëse. Mirë po, hapi tjetër është i vëniesës mundet me qenë trafiku, varet se çfarë ku është pranuar informata. Nëse thojmë që në mëngjes në orën kur gjithë shkojnë nëpër puna, është një trafik i ngjeshur. Mundemi me thonë që edhe në pasditën, po tash është bërë si trend, domethënë kolona të mëdha, sepse po ka ndryshime të rrugëve, po ka domethënë prej ku ka qenë 2 drejtimet është kthyer në drejtimshe, e punimet në rrugë, do shta edhe në aksident. A jopin përparësinë në komunikacion? Patjetër, qytetarët i kisha falendëruar dhe kisha përshëndet për këtë që po mundon domethënë me bot pamundshëm më na leru rrugën, mirë po automjetet tona nuk janë shpeshherë domethënë jo që janë, po janë më të mëdha se sa një vetur ose një ambulancë ose një vetur e policisë. Automjetet tona janë më të mëdha, e dojnë një hapësinë më të madhe, mirë po ne kemi edhe si rregull që mos bëjmë domë gjatë rrugës, mirë po të gjejmë një alternativë më të mirë të mundshme, edhe të kemi një adresë sa më të saktë që të mbërrim me kohë në vendin e ngjarjes dhe të dalim ndihmë qytetarëve duke shpëtuar jetën e tyre dhe të mirat materiale. Gjatë bisedës private përmend disa raste që pra ka raste të rënda që ju harroni që keni grup, që keni fëmijë, keni familje, tu kujdes për ta ose për rastin e caktuar. A ka ndonjë rast që ndoshta mundesh me treguar në para kamerës që i ndi shumë keq për shkak të gjendjes të një personi qoftë i vdekur apo i gjallë apo i përgjysmuar? Ne kemi marrë emrin zjarr fikse për shkak që fikëm zjarr, mirë po janë do intervenime të cilët ndoshta qytetarët i dinë, ndoshta dhe i harrojnë sepse te ne i përjetojmë më së rëndi aksidente në komunikacion, sepse ato janë të përballë domthonë drejt për drejt është vdekja apo jetë, jetë apo vdekje. Kështu që ne e përjetojmë atë intervenim e përjetojmë bukurant. Ndoshta për momentin jemi sikur na të mpirë, që harrojmë që kemi familje dhe ekziston mundësia pas një eksplodim në çka do të qoftë, ndoshta edhe materie të rrezikshme të cilën është një shofer që e vozit ata të mjet me atë materie, mirë po mas një javë së dy ndodh që ndikon në psiqikën tonë edhe në si një lloj traume, vetë truri e mban rezervë edhe përkujtohet, kështu që është një konsumim i trupit tonë, i trunit tonë me këto gjëra që i shohim ne. Mirë po, jemi në bazë përvojës, jemi të përgatitur të shohim gjithçka, të ballafaqohemi me gjithçka, sepse që 25 vite më ka bukur gjëra trona me përjetu, e sa përket me cek ndonjë rast specifik, nuk kisha dish për shkak të rasteve domosdoshmë trona që kanë ndodhur, mirë po kemi bukur ngjarje të dhimbshme, ndoshta edhe lloj traume në kokë, që nuk isha desht me atë për atë nuk e ndjeni fort, po pastaj pas një periudhe pas një periudhe ne të na ndikon shumë. Gjë që ka ndodhur me disa kolegë me marr me hyn pushim mjekësor, me pas nevojë ai mu qetësu edhe mu relaksu sepse posa ka këtu me njerë ju kanë rikujtu edhe nuk ka qenë vetvetja. Neve na vjen një zjarr fiks që është brenda kontrollës, brenda psiqikës shnosh, fizikut shnosh. Mirë po, kur e kemi pas që nuk është vetvetja, domthonë jo është kriju mundësia me marrë trajtim mjekësor qoftë një psikolog, edhe pse neve na mungon një psikolog i zhdasht me leq me pas na një psikolog, sepse kemi nevojë për ta shumë, nuk e kemi. Për fat keq nuk e kemi. Policia e kanë, ndoshta kanë të kontraktuar, ka raste kur tentojnë dikush të bëjnë vetvrasje, e di që vjen. Psikologu merret me ta na shumë sa mirë komunikon, sa ndoshta edhe shpesh herë kanë ndiku fjalët e një psikologut, ai njeri mos me humb jetën, sepse kur dikush don me humb jetën nuk mundesh me ndal as lehtë. Mirë po, te ne për fat keq nuk kemi psikolog, gjë që kisha pas qef, ndoshta edhe për këto gjëra të reja të krijohen mundësitë dhe të kemi një kontakt me psikolog,
sepse është shumë domethënëse edhe është lehtësuese për trunin e një zjarfiksit. Pas çdo intervenimi këto patjetër që kanë me konsumu ose kanë me mbajt me vetit në lloj materie të ndryshme helmuese. Mos thamo aromat këqija, ndoshta edhe mbesin edhe me jo. Mirë po, ne duhet t'i pastrojmë dhe t'i morëm ato tjera që kemi domon të pastra, me i vendos këtu. Për ndryshe, jetë gjatësinë këtu e kanë dikon afër 5 vjet, po nga njëherë as 5 vjet nuk i mrin hub ky shkëlqimi i cili neve na shërben me po kolegun, edhe grisën dorzat, dëmtojnë qizmet, gjitha dëmon për temperaturë. Që keni punë me pajisje, po mënoj sa keni pajisje të mjaftueshme këtë rast përballë punës shërbani, sepse ka Besoj që nëse kisha thonë kemi shumë, nuk qëndron ajo. Nëse kisha thonë kemi pak, prap nuk qëndron. Kemi mjaftueshëm për të intervenuar. Kemi mjaftueshëm. A duhet të ketë më shumë? Duhet të ketë. Nëse më herët e diskutuam të aksidentet në komunikacion, kemi pajisjen tash të dëmon që na ka më e reja është me bateri. Dëmon nuk ka nevojë të ndezet një pumpë hidraulike e cila rigjeneron shtypje ose presion, dëmon për mi 100 bar dhe 170 bar për ta prerë një metal të fortë me liru një person të aksidentuar, atëherë na para se mënor kjo pajisje kemi pas dëmon me tuba. Nën presion dëmon vojt hidraulik, që është special. Ai merr disa sekonda për mu montu dhe me fillu operacionin. Kurse kjo e reja me bateri, kjo vetëm direkt sustën e kyç edhe fillon me punu. Është më lehtë, pa kablo penguese, edhe ndrimi shkon më shpejt. Kretë qëllimi është nxjerrët një person prej një garmollës e prej një atomitit dëmon të aksidentuar dhe t'i dorëzohet dëmon shërbimit mjekësor, cilit merret pastaj me lëndumin.